Sa është nevojshme për Shqipërinë, kemi një sër apartamentesh në fakt që janë mirë apartamente që mbeten bosh dhe nuk janë futur në treg, ndoshta edhe për shkak të këtij tatimi që duhet paguar. A do ta zhbllokon këtë treg nëse ulej ky tatim? Ne kemi prap një mungesë, si e shikojmë si Armand, ose si qeveria shqiptare nuk ka një mënyrë të drejtë për pronat që nuk vendosen në funksionim. Po themi, qoftë për tokat bujqësore, qoftë për apartamentet që janë bosh, do të thënë nuk ka taks të dytë. Duhet i taksoj me taks shtesë. Ti në qoftë se për shembull kam 5 apartamente, po themi, unë te një banoj 4 i kam lënë, mund t'i lë bosh, ose i kam lënë me qira. Tani në momentin që kam 2-3, bota jashtë i takson, për shembull. Vë një taks të shesh, po me qëllim që kapitali mos rri ngrirë. Ose ka toka të mëdha bujqësore, njerëzit kanë ikur me emigrim, toka mbeten bosh. Te kanë bosh, po s'ja japin as dikujt tjetër, e kam timin, thot ai, e ke tënde, po ti bllokon ekonominë. Do të thonë ti mund të bësh një taksim të drejtë që të qarkulloj lekët, të nxitesh njerëzit të punojnë. Taksimi i drejtë është një tatim, si tham, nga 15 deri 10, që njerëzit jenë më të prirur ta paguajnë dhe më me qejf. Mendon që të ketë tokat bujqësore do ta nxiste ekonominë bujqësore për të jetë në treg. Po të paktën ai që s'ka ikur në emigrim ta lëshoj tokën, ta marrë ai që punon në kuptimin e kësaj, në një formë të drejtë. Jo të ja marrësh, po paguaj taksa, detyroj ta japi me qira, më të lirë, se do të nxjerrë ato, do të ale tjetri që do të rrit ta punoj.